Faleminderit zonja drejtuese e seancës, dashur bashkëqytetar, veçanërisht bashkëqytetarët, qytetarët e qarkut Vlorës, meqense propozuesja e këtij projekt ligji është deputete e qarkut Vlorës, besoj se cili për nesh këtë sallë e di që ju keni shumë halle. Ju keni halle me ujin e pishëm, ju keni halle me furnizimin me energji elektrike, ju keni halle me çmimin e naftës, ju keni halle me tapit e shtëpiave tuaja, që zvarriteni në hipotekë për vitesh, derisa sfundu ja hoqën hipotekën fare dhe e sollën Tiranë, sepse kishte marrë peng krimi organizuar. Mirëpo akti i parë që deputetja juaj e re në këtë rast bën në seancën plenare, nuk është sjellë një ligj që zgjidh hallet tuaja. Ka hallin e 2 apo 3 individëve, se unë s'di më shumë njerëz që mund të kenë interes për ndërtuar porte turistike, dhe akti i parë, ligji i parë që sjell në kuvend është ligj për 2 veta. Ndërkohë që për mira votues, nuk e di sa vota ka marrë zonja, cilët ajo i përfaqëson në këtë kuvend, sot ngriti kartonin e kuq. Votoi kundër ligjit për të lehtësuar barrën fiskale dhe për të ulur çmimin e naftës. E në fakt ja është për e njëjta shumicë që mbështet këtë iniciativë, që kur bëhet fjalë për të ulur çmimin e naftës për jahtet, ngren kartonin jeshil. Kur bëhet fjalë për të ulur çmimin e naftës për gjithë qytetarët shqiptar, ku bëhet fjalë për të ulur çmimin e naftës për fermerët, ngren kartonin e kuq. Dhe na thonë pse votoni ju kundër. Po sigurisht që votojmë kundër. Ne nuk jemi këtu përfaqësues të 5 individëve. Ju sillni ligj për të ulur çmimin e naftës së jahteve, nga i cili përfitojnë 5 apo 10 individ gjithsej në territorin e Republikës Shqipërisë, ne sjellim ligj për të ulur çmimin e naftës për 3 milion qytetarë, sepse përfaqësojmë tu interesin e çdo shqiptari. Ju sillni ligj për të zgjatur sa më shumë efektet e ligjit për investimet strategjike, ndërkohë që ne themi jo, sepse kjo dëmton interesin publik. Na foli këtu ministrja, deputet, koleg, sa i suksesshëm është ligji për investimet strategjike. Po kur e miratuat ligjin për investimet strategjike në 2015, i premtuat ti parlamenti, i premtuat qytetarëve shqiptar se do të lehtësonit procedurat për të thithur investimet të huaja. Na thoni pak sa investimet huaja keni thithur nga zbatimi i ligjit për investimet strategjike. Na e thoni, në këtë sallë kam publikuar listën e projekteve deri në vitin 2023. Ishin gjithsej rreth 40 projekte të investimeve strategjike, përfitues ishin 9 individ. Të gjithë pjesë të oborrit e Edi Ramës. Pas një përjashtim, të njëjtët që përfitojnë çdo koncesion dhe çdo PPP pa garë në territorin e Republikës Shqipërisë. Kishte vetëm 2 shtesa. Dhe prandaj ju e quani sukses. Shtesa parë ishte ish ministrja e jashtme, deputetja juaj, Olta Gjaçka, kishte bërë burrin investitor strategjik, dhe i kishte dhënë investim strategjik një njeriu që një vit më vonë, nga koha ku Edi Rama i firmosi vendimin për ta shpallur investitor strategjik, u arrestua nga prokuroria sepse kishte porositur vrasje, Plum Gjoka. Dhe ju na thoni ne, e janë në këtë sallë dhe votoni ligj për Olta Gjaçkën dhe Plum Gjokën. Për Carapulin e Merrall, cili ndo nga këto 9 miqtë e Edi Ramës që marrin çdo koncesion. Po si mund t'jeni kaq të pandjeshëm që ndërsa votoni kundër çdo iniciativë të deputetëve të opozitës, nuk kemi propozuar ne ligje që të përfitojnë, se ju keni shndërruar kuvendin në një klub që miraton ligje
për interesat të 10 individëve. Njëri propozon për parqe të fotovoltaike, se kanë interes 3 biznese, tjetra thot portet pagar se kanë interes 2 biznese, ndërsa ne çfarë kemi propozuar? Kemi propozuar deri tani 18 ligje, të gjitha në interes të çdo qytetarit të Republikës së Shqipërisë. Dhe ju i votoni kundër. A nuk ishit po të njëjtët ju që ku miratuat koncesionet apo PPP-t për 3 incineratorët e famshëm, ngrinit gishtin ndaj opozitës dhe thoshit ju jeni kundër zhvillimit, ju jeni kundër pastërtisë, se ne përmes këtyre 3 incineratorëve të famshëm, për cilët kemi paguar 430 milion euro, do pastrojmë Shqipërinë. Po ç'a ndolli? Jo më vonë se 3 vite pasi ju ngritët kartonin jeshil për t'i votuar të 3 incineratorët. Doli që ligjet i kishte shkruar Klodian Zoto. Para se të vinin kuvend, u gjetën te kompjuterat në zyrën e Klodian Zotos. A u ngrit dikush prej jush që kishte votuar ato ligje të kërkonte ndjesë që kishte votuar ligje me porosi nga një person që edhe sot që flasim është në kërkim nga drejtësia për abuzime me miliona euro. Po si ka mundësi ju e quani luftën kundër korrupsionit luftë klasash? Jo, ne nuk bëjmë luftë klasash nëse ju garantoni lirinë ekonomike. Garantoni barazin e çdo biznesi në territorin e Republikës Shqipërisë për garë të pastër. Pse ligji parashikon garën për projekte publike? Sepse do duhet prevaloj interesi qytetarëve. Dhe kur ka garë, sigurisht që garantohet që qytetarët, çdo qytetar shqiptar, shteti shqiptar në këtë rast, të marrë përfitime më të mira ekonomike. Ç'keni bërë ju? Ju çdo projekt që lidhet me aeroporte dhe me porte, ju i keni të paracaktuara. Aeroportin e Kukësit pa garë, ka dalë jashtë funksioni. Gjitha i investim përdoret për çunat e Kukësit që bëjnë gara me makine, me njëri tjetrin. Ka dalë jashtë funksionit. Portin e Vlorës, keni hartu e keni mbrojt. Pa garë të përcaktuar, vetëm javës shkuar u morën në ndjekje penale zyrtarët, një pjesë e zyrtarëve, sepse vijon hetimi për një pjesë tjetër, që ishin përfshirë në këtë procedurë. Aeroportin e Tiranës, në kontratën fillestare, ka qenë me garë ndërkombëtare. Ç'a bët ju? E ka lutë te biznesi që donit ju dhe i futët një zjatje që është barabartë me një afat kontrate koncesioni, 13 vjeçare, pa asnjë garë. Çfarë keni bërë me triporti në Vlorë? A e dini kush është përfituesi? Që ka ishin 5 kompani, 4 kompani të shitën aksionet e një porti me vlerë 60 milion euro, njëri për 2.100 euro, tjetri për 2.500 euro. Dhe rezulton që sot pronari është një pensionist. Dhe ju na thoni ne ecni këtu dhe votoni që pasuritë publike këtij vendi t'jenë në emër të një pensionisti që s'ka lidhje fare me projektin dhe ku ekziston i gjithë dyshimi arsyeshëm që prapa ti t'jenë lekët tuaja të korrupsionit, që i pastroni përmes këtyre projekteve. Ne nuk jemi kundër zhvillimit dhe projekteve publike, absolutisht jo. Por këto janë me garë. Nuk mund të ndodhë që një ligj të posaçëm ta shëndërosh në rregull. Ligji për investimet strategjike, ku ka ardhur në këtë kuvend, ka ardhur për një afat kufizuar 3 vjeçar në 2015-ën. E shtyt nga 2018-ën, 2020-ën, e shtyt deri në 2022-shin, e shtyt deri në 2024-ën, e keni shtyr tani që flasin fuqi deri në 31 dhjetor të vitit 2026. Dhe me që na folën për pralla integrimi, keni marrë angazhimin në kuadër të kapitullit 31 të negociatave, që në 31 dhjetor 2026 ky afat nuk zgjatet më, se është përjashtim nga rregulli. Ju thoni të gjitha projektet publike t'i bëjmë me përjashtim. Po ku ka garë këto? Për çfarë bëni garë ju? Kjo qeveri për çfarë bën garë?
E ndër të tjera, ky ligj që na ka ardhur bie ndesh me ligjin për pronat e paluajtshme të shtetit. E mbarova, zonja kryetare, dhe 1 minutë, lutem. Bie ndesh me ligjin për pronat e paluajtshme të shtetit. Pronat e paluajtshme publike, ku hyn edhe vija bredetare apo pjesë e detit që nevojitet për ndërtimin e një porti. As nuk mund të tjetërsohen dhe as nuk mund t'jepen në përdorim sipas rregullave që i përcakton Këshilli i Ministrave, sepse ligji thot do duhet bëhet me ligj të veçantë. Rregulla do duhet të jenë të përcaktuara në ligj, jo me vendim të Këshillit të Ministrave, që mblidhen 15 veta atje në mbledhje që s'janë as publike të Këshillit të Ministrave dhe vendosin se kujt do t'i japin për ndërtim këtë portin dhe kujt do t'i japin këtë portin tjetër. Kjo është vetëm shërbim të atyre që i marrin këta vendime apo klientëve të afërt tyre, po nuk është në shërbim qytetarëve, prandaj vota jon ka qenë dhe do të jetë kundër. Faleminderit.